Ka pasur duket një përplasje midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sidomos nga zëvendës presidenti J.D. Vance, pasi ai thekson që Benjamin Netanyahu nuk i ka pasqyruar siç duhet faktet ndaj Donald Trumpit. Për të folur mbi këtë përplasje dhe çfarë po ndodh në linjën e mesme lidhur me luftën që ka nisë prej gati një muaj, kam të ftuar në një lidhje direkte Olsi Azegji, historian dhe një prej njohësve më të mirë të kësaj situate. Olsi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Olsi, besoj se e ke ndjekur dhe përplasjen e fundit mes zëvendës presidentit amerikan dhe Izraelit dhe konkretisht Benjamin Netanyahu. Si duket kjo përplasje dhe a është një përplasje e stisur apo ka diçka të vërtetë? Puna është se gjërat nuk po shkojnë mirë ndërmjet Amerikës dhe Izraelit, nga që sot është dita e 32 e luftimeve dhe objektivat që amerikanët me izraelitët i vunë vetes së tyre, të cilat synonin atë të quajturin regime change në Iran, apo kapitullimin e Iranit dhe fitoren e Izraelit dhe SBA-s nuk po realizohen. Irani, sikur e kam përmendur edhe në biseda të tjera, duke mbyllur kanalin e Hormuzit, po shkakton një depresion ekonomik global. Po kemi çmimin e naftës për fuqi që ka shkuar $918 dhe ngritja e çmimit të naftës po krijon një reaksion zinxhir në të gjithë botën, që nga Azia Juglindore ku un jam tani dhe deri në SBA, nga që nafta është një produkt konsumi që e përdor çdo kush në botë, edhe nafta për më tepër shitet nëpër bursa ndërkombëtare. Rritja e naftës shkakton probleme masive ekonomike dhe këto reflektohen në mënyrën se si funksionon një vend. Dhe çfarë po kemi neve në këto momente është që kjo kriza e naftës është një krizë e cila po godet Amerikën dhe presidencën e Donald Trumpit aty ku ata nuk mbajnë dot më që është ekonomia. Do të kujtojmë këtu një fakt që në nëntor janë zgjedhjet për në Kongresin Amerikan dhe Donald Trumpi, nëse punët vazhdojnë sikur po vazhdojnë, republikanët do të humbin pushtetin, edhe Donald Trumpi dihet i kërcënuar për veten e tij. Në anën tjetër, sikur të gjitha dinë, kjo nuk është lufta e Amerikës, nuk është lufta e NATO-s, kjo është lufta e një personi të çmendur, i cili është Benjamin Netanyahu, i cili në 28 shkurt të vitit 2026, ditën e 10 të Ramazanit, nëse nuk jam gabim, vrau udhëheqësin suprem të Republikës Islamike, Imam Ali Khamenei. Dhe pasi e bëri këtë vrasje, merr në telefon Donald Trumpin dhe i thotë që unë kam vrarë Khamenein dhe hajde bashkohu me neve në luftë. Kjo luftë e cila, domethënë, Trumpi u mundua me çfarëdo lloj mjeti ta evitonte, dhe antarët e asaj që quhet MAGA apo Make America Great Again kishin me muaj që e paralajmëronin Trumpin që mos bëhej pjesë e kësaj lufte. Trumpi ra në kurthin e Netanyahu dhe hyri në një luftë e cila nuk i shërbente Amerikës. Tani kjo luftë e para SBA-s po i kushton miliardë $. Shpenzimet e qeverisë amerikane në këto momente janë rreth $1 miliard në ditë. Dhe sot që është data e 32 e luftës, parashikohet që amerikanët kanë shpenzuar rreth $32 miliard, por edhe pse kanë shpenzuar gjithë këto para, ata nuk po arrin atë që
donin që të arrinin, që t'ishte kapitullimi i Iranit. Dhe përveç kësaj, në këto momente SBA-ja është totalisht e izoluar për personat që kanë ndjekur lajmet në këto minutat e fundit. Kemi kryeministrin e Britanisë, Starmer, i cili doli në konferencë për shtyp dhe tha që ne nuk do t'i bashkangjitemi luftës në Iran, pasi lufta në Iran nuk është lufta jonë. Në anën tjetër, kemi Francën dhe Spanjën që kanë mbyllur hapësirën ajrore iraniane, hapësirën e tyre ajrore për avionët amerikanë që duan të furnizojnë Izraelin me armë apo të godasin Iranin. Dhe po kemi një qëndrim të unifikuar brenda NATO-s, ku vendet e NATO-s në mënyrë totale, me përjashtim të Shqipërisë dhe Ramës, kuptohet, i kanë thënë jo Amerikës për luftën që Amerika po bën kundër Iranit. Ata po i thonë jo për shumë arsye. Arsye numër 1 është se në këto momente që ne flasim, NATO është në luftë me Rusinë për Ukrainën. Rusia sot sapo ka njoftuar që ka marrë 2 qytetet e fundit të Luhanskut, që është një nga këto rajonet e Donbasit. Pra Rusia po përparon në Ukrainë, ndërsa Netanyahu vendeve të perëndimit i ka hapur një luftë që ata nuk e prisnin dhe nuk e donin, që ishte lufta me Iranin. E dyta, fillimi i luftës me Iranin i ka dhënë Putinit dhuratën më të mirë të këtij viti, ku tani më cisternat e naftës ruse janë të lirë që të shesin naftë në gjithë botën dhe mos t'jenë më pres sanksioneve. Amerikanët kanë hequr sanksionet ndaj Rusisë dhe edhe vetë vendet e BE-s nuk kanë çfarë të bëjnë dhe po blejnë naftë nga armiku tyre. Pra lufta kundër Iranit është lufta më e çmendur që mund t'i ketë ndodhur NATO-s që prej krijimit të saj, është një luftë e dëmshme, një luftë që nuk i shërben asnjë lloj interesi të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Dhe ndryshe, për shembull, nga lufta e dytë kundër Irakut, ku edhe atëherë patëm vendet e Evropës perëndimore, apo atë që Donald Trump i quante the old Europe, Gjermania, Franca, që qëndruan kundër agresionit amerikan kundër Irakut. Tani kemi të gjithë Evropën, që nga Evropa perëndimore, se në luftën e dytë xhirit Britania u rreshtua me amerikanët, por kemi të gjithë Evropën, që nga Polonia, ku Trumpi përpara 2 ditësh i kërkoi Polonisë që t'i jepte disa nga sistemet e saj Patriot antiraketore që Trumpi t'i çonte në Izrael, dhe Polonia i tha jo, nuk t'japim tot se na duhen neve nga që kemi luftë tjetër. Pra kemi që nga këto vendet reaksionare të Evropës lindore, cilat gjatë luftës së dytë xhirit në 2003 i dolën kundër Evropës perëndimore dhe u rreshtuan me Bushin e dytë kundër Irakut. Kemi që nga këto vende edhe e gjitha Evropa perëndimore, nga Italia, Franca, Gjermania, Britania e Madhe, që i kanë dalë kundër Trumpit në këtë luftë dhe thonë që kjo nuk është lufta jonë dhe ne nuk e duam këtë luftë. Prandaj në këto momente çfarë po shohim është një konfuzion, një tërbim brenda ambasadës administratës amerikane dhe për personat që shohin deklaratat e presidentit Donald Trump, ai ka filluar që të zihet me të gjithë. Dje sulmoi Spanjën në atë profilin e tij në Truth Social, dhe Francën që i kanë mbyllur hapësirën ajrore, bëri një tweet tjetër ku i thoshte britanikëve, ok, ju nuk doni të na bashkoheni neve në luftë për të hapur kanalin e Hormuzit, i tha shkoni dhe merreni vetë naftën aty. Dhe sot në darkë, pra në datën 1 prill që jemi,
rreth orës 9 të darkës me orën e New Yorkut, nëse nuk kam gabim, Donald Trumpi do i drejtohet kombit amerikan, ku do t'i kërkojë, ndoshta do shpalli vendimin për të tërhequr Amerikën nga NATO. Kjo lufta e Iranit i ka shkaktuar shëbaz dëmin më të madh që ajo mund të ketë parë, ndoshta që nga lufta në Vietnam, ku kësaj here amerikanët jo vetëm që janë të izoluar nga gjithë bota, po në të njëjtën kohë ata kanë të pamundur për të arritur objektivat e tyre në lidhje me Iranin. Edhe pse administrata e presidentit Trump deri tani ka goditur, ka përdorur rreth 850 raketa Tomahawk, që janë pak a shumë 20% i arsenalit raketor që amerikanët kanë. Ata nuk kanë arritur që t'i bëjnë asnjë gjë regjimit në Iran, përveç se që vranë një xhaje 86 vjeç duke lexuar Kur'an. Ata Iranin e kanë kthyer tani në një republikë ushtarake, ku garda revolucionare vazhdon luftën e saj jo vetëm kundër amerikanëve, por kundër Izraelit dhe kundër regjimeve kukulla arabe të Gjirit Persik. Folsi, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar 2500 marinsa drejt linjës së mesme. Si e shikoni këtë lëvizje të shëbazëve? A do ketë guxim që të futet në mënyrë toksore në Iran? Numrat se sa marinsa amerikanët kanë dërguar deri tani janë pak a shumë kontradiktor, nga që nuk dihet sakt se sa kanë çuar. Megjithatë, amerikanët janë një dilemë të madhe se çfarë do bëjnë me këto trupa. Donald Trumpi në ditët e fundit ka dhënë shumë deklarata kontradiktore. Njëherë ka thënë që do pushtojmë ishullin e Kargilit, njëherë thotë që do hapim kanalin e Hormuzit, por më pas tërhiqet dhe nuk bën asgjë. Irani, si kundërpërgjigje ndaj këtyre trupave amerikane që janë stacionuar ndoshta në Arabinë Saudite apo Emiratet Arabe, e para ka goditur përsëri bazat ushtarake amerikane dhe sipas mediave iraniane pretendohet që amerikanët po i fshehin ushtarët e tyre nëpër hotele. Por e dyta, përpara 3 ditësh Irani futi në luftë edhe Yemenin e Veriut. Dhe garda revolucionare iraniane i ka kërcënuar amerikanët, por edhe regjimet kliente arabe të Gjirit Persik, Emiratet Arabe, Bahreinin, Kuvajtin, Arabinë Saudite, që në qoftë se territoret e tyre do të përdoren për të nisur një agresion toksor kundër Iranit, atëherë Irani do të përdori jemenasit, ku edhe kryeministri i Yemenit deklaroi që janë 3 milion jemenas që janë të gatshëm për luftë. Do të përdori Yemenin për sulmuar dhe pushtuar Arabinë Saudite, dhe do të përdori milicit shite të Irakut për të pushtuar Kuvajtin, ndoshta edhe Bahreinin. Dhe në këto momente amerikanët janë në dilemë, nuk dinë çfarë të bëjnë. Ata edhe mund ta pushtojnë ishullin e Kargilit, po problemi është se si do ta mbajnë atë. Iranianët kanë mjaft municione për të vazhduar luftë nga 6 deri në 3 muaj, dhe ato trupa amerikane që do hynë kudo që të mundin në Iran, do të vriten. Ndërkohë kemi parë disa rakete iraniane të cilët kanë çuditur, le të themi, botën lidhur me mënyrën e veprimit që ecnin duke bërë që para se ata të arrinin në tokë, në destinacion, bënin një lëvizje të çuditshme për t'u shmangur, po themi, interceptorëve të antiraketave. Çfarë teknologji është kjo e iranianëve? Duket që iranianët kanë përparuar shumë në teknologjinë raketore. Ata në gjithë këto vite
kanë studiuar sistemet antiraketore izraelite dhe amerikane. Dhe çfarë po shohim që ata po përdorin sidomos në Izrael janë e para raketat të cilat ndryshojnë trajektoren e tyre kur godasin. E dyta, Irani ka përdorur raketa hipersonike, sigurisht raketa Fatah, të cilat nuk kapen dot nga interceptorët. Dhe për më tepër Irani ka përdorur ato raketat me mbushje cluster që quhet. Po një raket në momentin që ajo hyn në hapësirën ajrore të vendit armik, hapet dhe lëshon 18 preva në të njëjtën kohë. Çfarë kjo ka treguar është që sistemet mbrojtëse amerikano-izraelite tani më kanë dështuar në mënyrë totale dhe për personat që ndjekin në Telegram apo në Twitter kanalet që raportojnë luftën është që goditjet e Iranit po janë shumë precize, të sakta, ndryshe nga fillimi i luftës kur shumica e raketave goditeshin në ajër nga mbrojtja amerikane izraelite, sikur pranonte edhe një artikull në Jerusalem Post përpara 3 ditësh, Izraelit tani më po i mbarojnë interceptorët dhe kjo është arsyeja pse raketat iraniane po godasin në shenjë. Ky është një problem shumë i madh për Izraelin, nga që kur Benjamin Netanyahu e nisi këtë luftë, ideja ishte që izraelitët jo vetëm që do të hiqnin udhëheqjen iraniane, por do të arrinin që të shkatronin arsenalin raketor iranian dhe qiejt e Izraelit ishin të mbrojtur, por tani çfarë po ndodh është që ndërmjet Izraelit dhe Iranit po bëhet ajo që njihet si lufta e qyteteve. Ky term vjen nga lufta Iran-Irak, kur si Irani, si Iraku bombardonin qytetet e njëri tjetrit me raketa dhe nuk i ndalonin dot ato. Deri tani miti ka qenë për izraelitët që ata kanë një mbrojtje raketore të pamposhtur dhe të pathyer, por çfarë po shohim neve në këto momente është që miti i pamposhtmërisë së Izraelit tani më ka rënë, ka dështuar, dhe për personat që njohin, ndjekin zhvillimet nga Izraeli, ato zhvillime që arrin që të kalojnë censurën ushtarake të Izraelit, po shohin që Izraeli po kthehet në një Gaza të dytë, po kthehet në rrënoj. Olsi, a është kjo një hakmarrje asaj çfarë Izraeli ka bërë në Gaza? Kjo është një hakmarrje për Gazën, është hakmarrje për Libanin, është hakmarrje për Sirin, dhe në veçanti është hakmarrje për Iranin. Irani ka 47 vite si Republikë Islamike, dhe që nga viti 1979 deri më sot, amerikanët me izraelitët nuk kanë lënë gur pa lëvizur që ta shkatrojnë Iranin, ta destabilizojnë, ta përmbysin Republikën Islamike e tjerë. Me njerë sa po u bë revolucioni Imam Khomeinit, e para gjë që amerikanët bën është që nxitën Saddam Husseinin të hynte në luftën 8 vjeçare kundër Iranit. Pas kësaj lufte, amerikanët vazhduan me sanksione që nuk janë parë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Në anën tjetër, së bashku me izraelitët kanë financuar grupe terroriste, që nga mujahidinët e Manzës që Shqipëria strehon, grupe terroriste kurde, vehabiste, etj. Dhe për iranianët tani më ka ardhur momenti i hakmarrjes apo i shpagimit për atë që Amerika dhe Izraeli u ka bërë atyre historikisht. Do të kuptojmë një gjë, nëse shohim edhe zyrtarët iranian, që nga presidenti Pezeshkian te ministri i jashtëm Arakçi e të tjerë, ata të gjithë thonë që ne nuk kemi problem me Amerikën, kjo nuk është lufta jonë me Amerikën, po kjo është lufta jonë me Izraelin. Ata thonë trupat amerikane që po vinë këtu nuk po vdesin për Amerikën, por po vdesin për Izraelin. Dhe të gjitha problemet që Irani ka patur me amerikanët që nga viti 1979 deri më sot,
kanë lidhje me koloninë slave të Izraelit. Ka që Izraeli e shikon Iranin si një rrezik ekzistencial, ka që prezenca e Iranit nuk i lejon izraelitët që të bëjnë pastrime etnike dhe zhdukjen totale të palestinezëve dhe popujve të tjerë arab, dhe për Iranin, i cili në gjithë këto vite, se duhet të kuptojmë diçka, iranianët janë një popull shumë legal apo ligjor. Iranianët kanë vite që donin ta sulmonin Izraelin sikur po e sulmojnë tani, por gjithmonë ka qenë shqetësimi që ata nuk donin që të thyenin ligjin ndërkombëtar. Ndërsa në këto momente, kur ata janë në kushtet e vetëmbrojtjes, iranianët po marrin hak për të gjitha krimet që Izraeli ka bërë kundër tyre. A besoni që vendet arabe do futen në luftë ndaj Iranit, pasi shpesh mediat ndërkombëtare kanë raportuar që Arabia Saudite dhe disa vende të tjera po shtyn amerikanët që të futen në mënyrë toksore në Iran? Vendet arabe do të kishin qef që të hynin në këtë luftë, por problemi me vendet arabe është ato nuk kanë kapacitete ushtarake. Që prej domethënë krijimit të tyre si koloni nga britanikët pas luftës së parë botërore, vende që nga Arabia Saudite, Bahreini, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë qenë historikisht koloni britanike, të cilat pas luftës dytë botërore, si pasojë e dobësimit të perandorisë britanike dhe fuqizimit të Amerikës, janë marrë në patronazhimin e amerikanëve. Sikur njoftoi edhe ish këshilltari i presidentit Trump, ja harrova emrin, si e kam. Ja harrova emrin, është ai katoliku. Steve Bannon, sigur deklaroi edhe Steve Bannon përpara 3 ditësh. Ai ju drejtua Arabi Saudite, Emirateve Arabe, Kuvajtit, i tha, ne dim që ju jeni protektoratet tona, po bëni diçka dhe hyni në luftë. Qefi këtyre protektorateve amerikane u ka që të hynë në luftë, po problemi me këto protektorate është që këto nuk kanë ushtri. Nga që siguria e tyre deri në fillimin e kësaj lufte presupozohej që të bëhej nga amerikanët. Këto vende, për personat që kanë vizituar Katarin, Bahreinin, Emiratet Arabe, Arabinë Saudite, janë vende shkretëtinore dhe klima aty nuk të lejon që të krijosh një ushtri, nga që është klimë shumë e ashpër, shumë e nxehtë. Dhe historikisht këto vende kanë qenë koloni apo protektorate sa të osmanëve, aq edhe të iranianëve, dhe pas luftës parabotërore u bën protektoratet britanikëve dhe më pas të amerikanëve. Dhe këto vende qefi do t'ua kishte që të hynin në luftë, por problemi është që kush do luftoj për ata. Ata edhe armët që kanë i blejnë nga amerikanët, por edhe operimi këtyre armëve bëhet nga pilot anglo-amerikan apo pakistanez. Këto vende nuk kanë ushtrinë e tyre. Dhe me çfarë do të luftonin ato? Me policinë e Dubait apo me policinë fetare të Riyadit? Nuk kanë mundësi për të bërë luftë mirave. Si shikoni ecurinë e kësaj lufte, dhe a duket që luftën tashmë amerikanët e kanë humbur? Deri në këto momente amerikanët luftën e kanë të humbur, nga që në aspektin ekonomik Irani po e dëmton Amerikën dhe Perëndimin në mënyrë masive. Në aspektin e përqindjes së shkatërimit, amerikanët dhe izraelitët po e shkatërrojnë Iranin në mënyrë masive. Qytete sikur Teherani, sikur Isfahani, sikur Tabrizi, sikur Karaxhi e të tjerë po kthehen në gërmalla. Amerikanët po bombardojnë jo vetëm baza ushtarake, por kanë bombarduar mbi 200 shkolla, kanë bombarduar universitete,
xhami, qendra farmaceutike dhe çfarë do lloj kanë bombarduar impiante të pastrimit të ujit, centrale energjetike etj. Biles në 2 ditët e fundit Teherani në shumicën e kohës nuk ka patur edhe rrym, nga që i kanë shkatruar ato qendrat e prodhimit të rrymës dhe të shpërndarjes së rrymës. Më thënë, nga ana e shkatrimit, amerikanët dhe izraelitët po i sjellin Iranit një dëm shumë të madh, po në anën tjetër Irani fal gjeografisë së tij, terrenit malor dhe kontrollit të ngushticës së Hormuzit, ku del 20% e naftës botërore, po i godasin amerikanët dhe perëndimin dhe botën të xhepi, i cili është nafta. Dhe për personat që po ndjekin deklaratat e presidentit Trump, ku ai ngeli duke thënë që do ta mbyllim luftën, do tërhiqemi nga lufta etj. Tregon kapitullimin pak a shumë të amerikanëve, të cilët nuk po shohin ndonjë rezultat nga kjo luftë, dhe në anën tjetër po e kuptojnë që kjo luftë i ka bërë shumë dëm Amerikës në disa aspekte. E para, përpara datës 28 shkurt, amerikanët kontrollonin gjirin persik dhe naftën arabe. Tani 32 ditë më vonë ata e kanë humbur gjirin persik dhe naftën arabe, është Irani që e kontrollon atë. Përpara datës 28 shkurt, amerikanët gëzonin një farë mbështetje ndërkombëtare, sidomos nga Aleanca e NATO-s e BE-s etj. Në këto momente porçarja është e paparë dhe të gjithë antarët e NATO-s, kuptohet përveç Shqipërisë e Edi Ramës, ku Edi Rama do t'i shpëtoj burgut Spakut, janë çuar kundër Amerikës dhe Izraelit. Dhe për më tepër, kjo luftë rrezikon që të përfundojë në një, sikur Donald Trump i quan, never ending wars, apo luftë pa fund, të cilën ekonomia amerikane nuk e përballon dot. Se duhet kuptojmë diçka, që kjo luftë është shumë e shtrenjtë për amerikanët, nga që amerikanët do të sjellin trupat e tyre që përtej Atlantikut, të kalojnë një oqean të tërë, dhe për më tepër shpenzimet për mbajtjen e ushtrisë amerikane janë marramundse. Ndryshe është me iranianët, të cilët janë në shtëpinë e tyre, dhe vetëm gjë që atyre i duhet të bëjnë është që të godasin me disa raketa ato cisterna nafte që guxojnë dhe kalojnë në kanalin e Hormuzit pa lejen e iranianëve. Pra, iranianët kanë në hanën e tyre gjeografin, kanë terrenin malor ku ata janë, dhe kanë ngushticën e Hormuzit, e cila është e tyre, dhe aty buron ari i zi. Pra, po ta shohim në aspektin afatgjat, amerikanët nga hegemon që ishin të gjirit persik deri në datën 28 shkurt, në aspektin gjeostrategjik, hegemonin në këto momente e ka marrë Irani. Olsi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju lutem gjithë mirat.